Përfaqësues të Myftinisë Shkodër dhe të Bashkisë janë përplasur ditën e sotme lidhur me një tabelë të vendosur nga Myftinia në qendër të qytetit. Policia bashkiake e hoqi atë tabelë me pretendimin se është vendosur pa leje dhe zë hapësirën publike. A keni me leje, a keni me letra? Qo se kemi leje për këtë Sa vite ka kja këtu? Lutem ma bjerë lejnë dhe Mirë, sa vite ka kja këtu? Kjo është e pa lishme, por. Nena se kjo është e Sa pa vite ka që është e pa lishme? Dhe përthane pas kemi lanë pa lishme të i sot së t'i kërën në. Vijet një shkresë në institucionë. Në sjena njerës që seriosë, në sjena diktaturë. Vijet shkresa, ju lutem, a ka shkrej, a ka leje për i këtë? Në kuadrë të lirimit e hapësirave publike, në të qytetin janë të hektë hapësirat e zëna publike të cilat nuk kanë një leje për këtë se ka Dhe tani keni lejmëru. Dhe tani keni lejmëru. Janë lejmëru, vetëm ata që kanë objekte. Që kanë objekte në tim, që duhet me hekë. Kjo nuk është objekt, kjo është një tabelë. Tu jenë tokë gjamisë nuk mund që po e lejmëri. I kja duhet më mos ta heku vetë. Se pikërisht momentin kur ne kena afishu një hadith pejgamberit alayhis salam, kush gabi pa drejtësisht qoftë edhe një plumb tokë, ditën e kiametit ka Allahu. Se tash erdhi momenti për me heku. Nuk ka momenti kë për me e bërë. Gjithsesi po që vetin qofë. Në tabelën përballë punimeve për kullën me 35 kate, tabela shkruante kush grabit pa drejtësisht qoftë edhe një pëllëmb tokë në ditën e kiametit, Allahu ka për t'i varur në qafë dhe 7 palë tokë. Myftinia pretendon se toka ku po ndërtohet kulla me 35 kate tek Hotel Turizmi është pronë e saj, kishës ortodokse dhe familjes Laçej dhe e ka quajtur një grabitje që po i bëhet. Myftinia vendosi edhe atë tabelë përballë kullës dhe menjëherë Bashkia Shkodër ka ndërhyrë duke bërë të mundur heqjen e saj. Përfaqësuesit e Myftinisë u shprehen se kjo tabelë ka shumë vite që qëndron aty duke vendosur thënie të ndryshme të pejgamberit Muhamet apo edhe hadithe, siç ishte ky i fundit për grabitjen e tokës. Tabela u hoq pavarësisht kundërshtisë së Myftinisë.